Shikoni, ligji mbi zgjedhjet ka përcaktuar kur kandidatët nuk mund të certifikohen. Domethënë, mund lista mos certifikohet në situatën kur me kohë nuk është dorëzuar te zyra ligjore. Mirë, po në momentin kur zyra ligjore i ka rekomanduar KSZ-s që ti certifikoj këto kandidat, do të thotë se nuk ka pas asnjë arsye, asnjë kusht ligjor që ata të mos certifikohen. Dhe në rrethana të tilla kur vendimi nuk ka mbështetje ligjore, nuk mund të quhet vendim ndryshe përveç vendim politik. Dhe tutje ky vendim pra është sfiduar në PZAP. A presni që do ta ketë fatin e njëjtë, pra sikurse vendimi për listën serbe si subjekt politik? Shikoni, nëse në supozime se nuk ka asnjë mbështetje ligjore, që unë po mendoj që nuk ka, për vetë faktin që zyra ligjore ka rekomanduar certifikimin, nuk kam as si fije dilemë se fati i këtij vendimi do jetë derisa të mrinë në institucionin e PZAP-s dhe në Gjykatën Supreme. Domethënë, efektet e këtij vendimi janë vetëm deri në arritjen në PZAP dhe në Gjykatën Supreme. Sigurisht do ketë fatin e vendimit më parshme, nga se vajhalli sikur institucionet e shtetit përcjellin ose të mbështesin një vendim i tillë i cili është politik, që çdo moment do kompromitohen edhe si institucione, po edhe do na dëmtoj rënd në karshi faktorit ndërkombëtar. Unë besoj që këto institucione, duke marrë vendime të tilla si në dy raste tjera, do të mbrojnë imazhin sfarit të institucioneve të Kosovës se nuk mbështesin vendimet politike, po edhe karshi faktorit ndërkombëtar. Dhe pati reagime të ashpra nga ndërkombëtarët. Pse vinë, Zë Hasani? Shikoni, këto reagime kanë qenë të pritshme, se vendimet e tilla janë për reagime, dhe ky vendim nuk mban përgjegjësi vetëm një subjekti politik për opinionin time, po mban përgjegjësinë edhe parti tjera të cilat kanë abstenuar, nga se me ligjin procedurave administrative abstenimi konsiderohet vot kundërt, edhe pse unë jam koshient dhe jam i vetëdijshëm që abstenimi është bërë vetëm për qëllime për të mos i dhënë adutin një partije, se këto parti janë pro listës sërbska, dhe me këtë logjik, me këtë analizë politike, për shkak se në prag zgjedhjeve kanë abstenuar. Mirë, po edhe abstenimi mban barën e përgjegjësisë të këtyre anëtarëve të KSZ-s, nga se nuk mund të abstenosh nga një vendim i cili duket haptas që është i paligjshëm, dhe duket haptas që do të prishet, do të ndryshohet nga institucionet e pavarur nga atë që merren me çështjet e zgjedhjeve. Hasani, edhe një pyetje kam, se është fol shumë sa i përket shpalljes si subjekt ose organizatë terroriste të listës serbe, dhe nëse i dëgjojmë eksponentët e pushtetit, thonë se një gjë të tillë duhet ta bëjë gjykata. Nëse hyn pak ligjit me lexu, edhe gjykata ka pak vështirë ta shpall dikë organizatë terroriste. Si qëndron kjo situatë? Shikoni, me keqardhje mund të them se këtë dëgjoj edhe nga juristët, po ato kur japin prononcime të tilla duhet të referohen cila normë e autorizon gjykatën për të shpallur një organizatë ose një lëvizje ose një parti si organizatë terroriste. Asnjë mundësi nuk ka që gjykata të shpallë, asnjë kompetencë, asnjë jurisdiksion nuk ka që gjykata të shpallë organizatë terroriste. Shikoni, partitë politike me ligjin për zgjedhjen mund të mos certifikohen, mos regjistrohen, ose mund të regjistrohen nëse eventualisht në programet e tyre në kundërshtim me rendin kushtetues, me diversitetin kulturor, etnik, rasor e tjerë, dhe mund të regjistrohen nëse eventualisht kanë devijuar nga programet që janë regjistruar si parti politike. Mirë, po, në asnjë mënyrë nuk mund që gjykata të shpallë një parti si organizatë terroriste, nëse eventualisht dikush nga kandidatët e asaj partie ka kryer edhe veprime terroriste, ai mund të shpallet, fajtohet për vepra penale të tilla dhe mund të ndalohet e drejta zgjedhjes në periudhën sa parashë ligji. Mirë, po të shpallë gjykata nuk është e mundur, nga se nuk është jurisdiksion i gjykatës. Gjykata eventualisht mund të vlerësojë ligjshmërinë e vendimeve kur dikush, ndonjë organizatë shpallet
nga mekanizmat e autorizuar si organizatë terroriste, nëse eventualisht organizatat e tilla i drejtohen gjykatës për vlerësuar ligjshmërinë në një vendim të tillë, por jo gjykata të shpall një organizatë si organizatë terroriste.